Në ndigjova debatin në kuvend që ka e patën, opozita, që aty opozita e ka mirë, do thotë po mundohet për të mirën e qytetarëve. Tani punën e kryeministrit Albin Kurti. Punën e kryeministrit, tash, a diqysh njeri pa të meta s'ka dhe s'ka njeri të pa gabush. Do thotë, ato shka dëshirojmë në asë qytetar, ndoshta nuk na ofron as një qeveri, as qeveria. Do të premtimet shka i ka dhënë edhe në 2020 kur fillon 21, po edhe tash nuk i ka premtimet si ka plotësuar. Është tash të qytetarët krijohet ajo moskënaqësia, se tek e fundit na jemi pensioner, na ekzistojmë për pensionit, po çfarë pensionit, do thotë, kur ta kqysh standardin e jetesës është shumë i lartë krahasim me ato çka e marrin. Këta ma tepër po mirën me disa gjëna, edhe aty i ka fajt edhe opozita. Opozita do të me bë opozit, po me probleme shoqërore me u marrë. Me politikë të jashtme. Qyç se votat i marrësh për qytetarëve. Me thonë drejtën, nështë ka pak përmirësime në krahasim me qeverit tjera, mirë po, jo aq të nash. Gjatë mandateve që ka qenë kryeministër, a ka punu e sot dohet apo jo? Pashanerën me të thonë drejtën, unë prapë po e përsëris, interesi i qytetarëve është me pas një jetë ma të mirë, ma kualitative, po këta dhe ato nuk e kanë po. Pe marrë shembull punësimin. Çështjen e punësimit, edhe këta e kanë vazhduar si qeverit tjera. Do thotë me lidhje, me punësimin familjar, klient, partijak, do thotë, nuk e kanë bërë ato me qytetarët me kanë të kënaqur, mos me reagu, po ata ka dhe premtime tjera, po qoftë është për shembull vetë kryeministri thoi që 11%, 12% është papunësia këtu, ajo është përqindje e madhe, atëherë duhesh me ndërmarrë diçka. Mi ndalu për shembull punësimet familjara, partijaka. A është e nevojshme ulja akcizave, derivateve, të ushqimeve këtu? Unë ndigjova debatin në kuvend që ka e patën, opozita, që aty opozita e ka mirë, do thotë po mundohet për të mirën e qytetarëve. Po, unë ndigjova dhe arsyetimin e qeverisë, se nëse zbritet akciza ose heket kret, atëherë buxheti i shtetit po varfënohet. Do thotë, ndoshta edhe ata kanë drejt, po duhet me gjetë një farë mesatare që qytetarët me kanë të kënaqur. Se ato vendime, ato veprime po mirën për nevojat qytetarëve. Do thotë, kretë po shkon në kurriz qytetarëve. Aty ka ekspert ekonomista edhe në opozit edhe në pozit, ata duhet me marrë një vendim cili është ma real. Sa ma shpejt që ashtu. Ndoshta ka qenë arsyeshme që ajo hekja e akcizës deri në momentin, po. Ka qenë ndoshta arsyeshme. Se për qytetarët është një lehtësim. Po, edhe për qeverinë tash nëse varfënohet, zvoglohet buxheti, atëherë ka me pasoja disa shtresa, për shembull pensionerët, besa edhe këta punëtorët në për organizata shoqërore shka. Pasojat mund më vret, po aty duhet një farë marrëveshje mes opozitës edhe pozitës. Faleminderit. S'ka përse.